Bashkia Korçë vijon investimet në infrastrukturën bujqësore duke ndërhyrë në sistemimin e rrugëve të parcelave dhe garantimin e ujitjes për tokat e kultivuara. Bashkia e Korçës është duke vijuar punën për sistemimin e rrugëve të parcelave në mënyrë që t'u lehtësojë aksesin drejt tokave bujqësore fermerëve të fshatrave Bullgarec edhe Barç. Aktualisht po punohet për sistemimin e rrugëve të parcelave në fshatrat Kuç dhe Belorta, ku do të rehabilitohen rreth 2 kilometra rrugë përgjatë kanalit të Ventrokut. Krahas shtrimit dhe nivelimit të rrugëve është kryer dhe pastrimi i kanalit nga Mbeti dhe Bimësia për të përmirësuar funksionimin e sistemit vaditës. Ndërkohë ndërhyrje janë realizuar dhe në njësi të tjera administrative. Në Bullgarec janë sistemuar rreth 6 kilometra rrugë parcelash, në Drenov 5.5 kilometra dhe në Vidkuq 1.6 kilometra. Për të lehtësuar aksesin në tokat bujqësore, janë vendosur gjithashtu edhe tombino për ura kalimi, sipas nevojave të fermerëve. Në funksion të sezonit bujqësor ka vjuar normalisht dhe procesi i vaditjes. Rezervuari i Gjançit, i marrë në administrim me një kapacitet prej 17 milion metra kub ujë, ka nisur furnizimin me ujë që prej datës 6 qershor. Deri më tani janë ujitur rreth 180 hektar tokë në fshatrat Qatrom, Drenov, Mborje, Rabonik, Goskov, Vinçan dhe Porodin. Ndërsa përmes pritave të Voskopit, Turanit dhe Bullgarecit, është siguruar ujitja e rreth 70 hektarëve të tjerë në Voskop, Goskov, Vinçan, Porodin, Birajm, Bullgarec dhe në ish tokat e NB-s në Korçë. Sipas burimeve të Bashkisë Korçë, investimet në rrugët bujqësore dhe sistemet e vaditjes do të vijojnë edhe gjatë javëve në vazhdim, me synimin për të përmirësuar infrastrukturën në shërbim të fermerëve dhe për të mbështetur rritjen e prodhimit bujqësor.